Unë ndihem qytetari i botës në të vërtet, nuk ndihem qytetari i Vlorës, i Tiranës, i Shkupit, i Prishtinës, unë ndihem qytetari i botës në kuptimin që unë ndërtoj ekosistemin ku do shkoj. Dhe në këtë kuptim, fëmia jonë na kërkonte gjithkohës të hamburgerin. Sepse është pjesë e jetesës, është 9. Është pjesë e jetesës atje. Dhe ishte një ritual për fëmijët atje. Po duke parë të cilësinë e produkteve në treg, u tronditëm, nuk arrinim dot të kënaqnin fëmijën tonë dhe lindi si shaka, po ne kemi ndërtuar një biznes. Jo vetëm për fëmijën tonë, po dhe për fëmijët e miqve tanë tashmë, se e frekuentojnë, e duan, edhe ne mundohemi të prodhojmë ushqim organik, cilësor, gjë që nuk e gjejë në tregun shqiptar, dhe ta bënim të aksesueshëm këtë tashmë për gjithë, e kemi bërë të aksesueshëm edhe nëpërmjet çmimeve. Domethënë jemi munduar që t'u japim të gjithëve mundësinë që të hanë shëndetshëm. Çfarë zbulove ti gjatë qëndrimit në Shqipëri në këtë momente që mendoje të jepi një ushqim të shëndetshëm fëmijës tënd? Shiko, një nga problemet... Dhe pse vendose pikërisht të kishte shkuar ti mendja që të merresh në pjesë biznesi lidhje me ushqimet? Shiko, këtu mungon, mendoj, jo mungon, se mund të them, nuk mund ta... Po një pjesë e shoqërisë ndoshta ka informacionin e dur, po një pjesë tjetër e shoqërisë që mendoj është pjesa më e madhe e shoqërisë, nuk e trajton veten me respekt. Domethënë, të duash veten, do të thotë që ne jemi ajo që ham në fund. Ekonomia e tregut e ka kthyer njeriu thjesht në konsumator. Po nëse ne vazhdojmë të jemi thjesht konsumator, atë ushqimin e keq do ta bëjmë ilaçe. Dhe unë këtu zbulova dhe po dëgjoj për ditë që mosha 40 vjeç tension, kolesterol, smundje të këqija. Ky podcast është prodhim i Onovos.